Një postim nga forcat ajrore të Greqisë ka shkaktuar zemërim në Turqi dhe jashtë saj. Në faqen zyrtare të rrjeteve sociale të Greqisë, ata shpërndan foto të aeroplanëve C-130 të forcave të armatosura turke, aeroplan që humbën 20 ushtarë në një aksident tragjik, duke e shoqëruar me mbishkrimin "Fotoja e ditës". Postimi u kritikua gjërësisht si i papranueshëm dhe pas reagimeve të ashpra, u hoq nga faqja zyrtare, raportojnë media turke. Aeroplani C-130 i humbur, ngritur nga Azerbajxhani për në Turqi, u zhdup me radari vetëm 27 minuta pas ngritjes dhe u gjet më vonë në një zonë malore të komunës Signagi, në regionin e Kaketit të Gjergjisë. Tragjikisht, të gjithë 20 ushtarët në bord humbën jetën. Trupat e dëshmorëve u kthyer në Turqi mbrojnë në aeroplanin Koca Yusuf, duke rikthyer në vend derimin për jetën e tyre të humbur në detyrë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta në publik dhe ka vënë pa atencionet midis palëve për shkak të sjelljeve provokuese në rrjetet sociale. SBA ka zbuluar raketën më të fundit bërthamore të padukshme AGM-181 Long Range Stand-Off, LRSO. Prototipi i njërës prej armëve mos sekrete në programin e modernizuar bërthamor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u filmua në një bombardues B-52 mbi Kaliforni. Fotografia e bërë nga fotografi i aviacionit Jan Recchio tregon bombarduesin me dy armë të pazakonta nën krahët e tij. Analistët shpejt arritën në përfundimin se raketat përputheshin me paraqitjen zyrtare të AGM-181 të publikuar më parë këtë vit dhe se ngjashmëria ishte shumë e madhe për t'u injoruar. Me dizajnin e saj të fshehur dhe kokën luftarake W-84 me fuqi të ndryshueshme, LRSO është projektuar për të rrëshqitur në përrjetin e radarëve dhe për të sulmuar nga një distancë prej më shumë se 2400 kilometrash. Raketa e cila po zhvillohet në Rayton do të zëvendësohet AGM-86 në vjetër dhe pritet të jetë pajisur me bombarduesit B-52 dhe B-21 Raider të ri. Programi prej 16 miliardë dollarësh është planifikuar të hyjë në prodhim me vëllim të ulët në vitin 2026. Strategjikisht, LRSO-ja i jep Washingtonit një mundësi fleksible bërthamore, një armë që mund të lëshohet, të ridrejtohet ose të tërishet gjatë fluturimit. Siç e tha, një vlerësim, LRSO-ja është një fantazm në ajër.